Tragjedia familjare detyroi të varë këpucët në gozhd ish ylli i Bundesligës që ka fituar 10 trofe përfundon kopshtar. Ish ylli i Bundesligës Kevin Kamp, i cili gjatë karrierës së tij arriti të fitonte plot 10 trofe, e ka zëvendësuar futbollin me frutat dhe perimet duke u bërë kopshtar. Ish futbollisti i Leipzig, Dortmundit dhe Leverkusenit në Gjermani ka dhënë fund karrierës së tij si futbollist profesionist, duke marrë një vendim që nuk lidhet me futbollin, por me 2 tragjedi të rënda familjare që ndryshuan jetën e tij. Ish mesfushori kombëtar Slovenis vendosi të largohej nga fushat pas humbjes së vllait të madh Sekiut, i cili ishte jo vetëm familjar, por edhe njeriu më i afërt në jetën e tij. Dhimbja u bë edhe më e madhe 7 muaj më vonë kur ndroi jetë edhe babai i tij. Ka qenë një vit i tmerrshëm, nuk ka fjalë të tjera për ta përshkruar. Jeta duhet të vazhdoj. Ndonse është ende shumë e vështirë të pranosh gjithçka që ka ndodhur, u shpreh ai në një intervistë për të përditshmen gjermane Bild. Për të nisur një kapitull të ri dhe për gjetur qetësi, ai është zhvendosur në ishullin e Majorkës së bashku me bashkëshorten Vanessa dhe 2 djemtë të tyre, Jordi dhe Luis. Aty ai ka lënë pas jetën e futbollistit profesionist dhe i është përkushtuar fermës familjare. Në vend të atmosferës së stadiumeve, ai tashmë merret me kultivimin e frutave dhe perimeve. Në rrjetet sociale, ish mesfushori publikon shpesh pamje nga përditshmëria e tij, ku shfaqet duke kultivuar pjepra, shalqinj, domate, speca dhe qep. Megjithatë, lidhja e tij me futbollin mbetet e fortë. Ai vazhdon të ndjek nga afër ndeshjet e Leipzigut, skuadrë me cilën zhvilloi mbi 250 ndeshje dhe fitoi trofe të rëndësishëm. Ai nuk e fsheh dëshirën që një ditë të rikthehet në klub në një rol të ri. Një ditë do të jem trajner tek Leipzigu, deklaroi ai me bindje pas një karriere të suksesshme dhe 2 humbjeve të rënda familjare. Ai ka zgjedhur një jetë të qetë pranë familjes dhe natyrës, duke gjetur paqen larg dritave të futbollit profesionist.